Kryetari i Gjakovës dhe kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës edhe për një mandat në udhëheqje të kësaj komune, Ardian Gjini, të njëjtën ka marrë pjesë në inaugurimin e objektit të ri të një kishe protestante. Ai ka falendëruar organizatën New Day Impact nga Holanda për donacionin që mundsoi ndërtimin e objektit në fshatin Firs. Gjatë ditës, Gjini, që në balotazh do të përballet me Ardian Golën e vetëvendosjes, ka postuar edhe një video të xhiruar me dron ku janë pasqyruar punët e kryera gjatë mandatit që po përfundon. Esmail Latifi gjatë seancës ka marrë pjesë në një organizim në Opetrush ku është shënuar 27 vjetori i rënjes së 5 dëshmorëve nga kjo komunë. Mbetemi të përkushtuar të punojmë pa u lodhur dhe pa u mërzitur për jetësimin e aspiratave të luftëtarëve të lirisë dhe të gjithë të rënëve në fushë të nderit. Punën, djersën dhe mundin ua kemi bërgjë brezave që vinë pas nesh, por mbi të gjitha e kemi pesh në ndërgjegje për mbushjen e synimeve madhore të dëshmorëve e heronjve që ta ndërtojmë lirinë dhe të ecim krah popujve të civilizuar. Latifi është kryetar aktual dhe kandidati i AK-s edhe për një mandat në krye të Rahovecit. Ai përballë më 9 nëntor do ta ketë Ali Dulën e EVV-s. Bali Muharremaj është një tjetër kandidat i Aleancës që po kërkon mandatin e radhës. Ai gjatë ditës ka postuar një video nga pastrimi i lumit Topluha në Suharek. Muharremaj në rundin e dytë do të përballet me Ardian Shalën e LDK-s. Zenon Elezaj po ashtu po bën fushat për të mbetur në krye të komunës që udhëheq, Klinës. Ai të njëjtën ka postuar një video të fshatit Shtupel ku shihen rrugët e saposhtruara me asfalt. Në një shënim të shkurtër, ai ka shkruar "Fitojmë sepse punojmë". E një natë më parë në Klinë është mbajtur tubimi qendror i AK-s, ku ka marrë pjesë edhe lideri i partisë Ramush Haradinaj. AK është partia fituese në Klinë. Kjo është fitore e besimit tuaj, e punës son të ndershme, e përkushtimit për çdo fshat, çdo lagje dhe çdo qytetar, por gara nuk ka mbaruar. Tani jemi në raundin vendimtar në një betejë që do ta vulos fitoren e plotë të Aleancës dhe do ta përcaktoj rrugën e zhvillimit të Klinës për 4 vite të ardhshme. Elezaj përballë në balotazh do ta ketë Sokol Bashotën e PDK-s që po e synon kthimin në pushtetin komunal. Një kthim të tillë po e synon edhe kandidati i AK-s në Junik, Agron Kuqi. Ai në një postim të gjatë një natë më parë ka kritikuar kryetarin aktual dhe kandidatin e LDK-s edhe për një mandat Rushdi Shehun për përvetësim të meritave lidhur me punët që sipas tij i ka kryer dikush tjetër. Shehu e Kuqi do të përballen më 9 nëntor në balotazh.